Përderisa partitë politike merren me fushatën për zgjedhjet lokale, duke u zëtuar para qytetarëve me premtime nga më të ndryshmet dhe duke u marrë me politika të mëdhaja, rrugët e Shkupit janë shndruar në deponi. Këto pamje nga televizioni Shenjë përshkruajnë situatën reale mos e miri, kontenjer të stërngarkuar, trotuare të bllokuara nga mbeturinat, ndërsa qytetarët nuk mund të kalojnë pranë për shkak se kundërmon erë keqe. Duke mos dashur të flasin para kamerave, qytetarët druajnë se mundet të përhapet ndonjë epidemi. Në vend të ofrimit për të zgjedhur këtë problem kronik, që është aktual tashmë e ca muaj, e sidomos në komunën e Çajirit, drejtuesit e komunës edhe ata të qytetit të Shkupit shkëmbejnë akuza për njëri tjetrin se kush është fajtori për këtë gjendje katastrofale. Disa herë janë përplasur kreu i Çajirit Visar Ganiu dhe kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska, ku Ganiu e hedh fajin tek Arsovska dhe tek higjiena komunale, ndërsa Arsovska thonte se ata kanë për detyrim të mbledhin mbeturinat e vetëm ata të cilat janë hudhur në kontenjer, e jo dhe ata që janë hudhur jashtë kontenjereve.